Mbaroi botrori, fitoi Spanja, ky ka qenë një super botror i çuditshëm. E kam nisur me Gjermaninë nisa, unë si çdo vit. Domethënë mbaroi punë shumë shpejt Gjermania. Pastaj me kë ishim Marbor? Me Capo Verde nuk bën pastaj? Jo. Kishim ca skuadra tjera përpara. Me Capo Verde ishim. Jo, pret. Jo, më unë isha me Argentinën, më kam qenë gjithmonë edhe me Mesin. Isha me Argentinën, duke parë Argentinën, më pëlqeu shumë Capo Verde. Po mos të vjen po. Po, pastaj prit se ishte me flamurtarin kemi qenë nga fillimi. Jo, ishim edhe me Portugalin pra. Ne kemi qenë për gjunaf për Ronaldo. Meqense s'kishte marrë asnjëherë Ronaldo botror, tam këtë vit mbështesim Ronaldo. Pse keni pra, që në fillim ishim me Portugalin. Unë isha me Gjermaninë në fillim. Edhe ti Arbora, po. Pastaj u bëra me Portugalin për Ronaldo, pastaj iku Ronaldo, pastaj u bëra me ekipin e gjelbër. Pastaj u bëm çik. Pastaj isha me Argentinën kundër gjithë familjes, domethënë. Si kam të gjithë kundërshtar të Mesit. Pastaj me kë u bëra unë? Me Norvegjin, po, u bëm edhe me Norvegjin me atë. Edhe Norvegjin. Edhe me Norvegjin, po tjetër pastaj me kë u bëm? Me Francën ishim, po. Edhe me Anglinë ishim, po Anglia pastaj nuk është se kishte një humbje të pamerituar në fund fare me Argentinën. Sot ishim ndar, unë thash ta fitoj Messi, pse mos ta fitoj se e kam dashur gjithë jetën, këta ishin kundër Messit. Po sinqertë, na luajti Messi sot Argentina? Jo. Jo pra, nuk u mërzita që fitoi Spanja, pra. Sa luajti drejt Portos, jo në kuadrat, drejt Portos u bën. 3. Një goditje nga këndi, një goditje dënimi. Goditje nga këndi, shumë goditje në Porto. Mirë, ç'ke. Sa herë preku topin po dhe mu. Ishte dhe ai momenti me një 3 goditje nga këndi kështu rjesht edhe prapë su po gol. Vinte që Argentina atje shkoj pa dashje. Unë jam me Argentinën, jam me Mesin. Po dhe Messi pa dashje, ti ishte lojtari i madh, ti kish marrë topin, kish bërë gol. Po pse sot njëri ta tregoj Messi sa lojtari i madh është. Po ka një jetë të tërë Messi që ka treguar sa lojtari i madh është. Hajde, më shumë gola se Ronaldo bëri edhe këtë botror. Më pafshim njerëz, më pafshim gëzuar finalen e botrorit. Çani sa më shumë. S'kam pse.